Prej 11 vitesh, Vjollca Bala jeton e vetme, që kur bashkëshorti i saj u nda nga jeta, ajo është përpjekur të gjejë mënyra për të mbytur vetminë. Një nga shoqëruesit e saj më të mëdha është teknologjia, duke u harruar për pak orë në rrjetet sociale. Ajo thotë se e përdor Facebookun jo vetëm për të kaluar kohën, por edhe për të mbajtur kontakt me fëmijët e saj. Po kalojmë çik se televizorët kanë vetëm ato opinione. Për zotin djali më gërthet sa herë mos e shif se mërzitem. Mi po unë prap më çon ajo që ta shoh. Mërzitem, me thënë drejtën edhe mërzitem. Por përveç bisedave me të afërmit, Vjollca është e vetëdijshme edhe për shqetësimin e madh që buron nga platformat e ndryshme online, që janë lajmet e rreme. Dhe sfida për këtë grup mosh është dallimi mes lajmeve të vërteta dhe atyre të rreme. Për pensionet 100 herë kemi dëgjuar, por shumë si kemi besuar. Sa herë na kanë lënë me vite, pa ngritur si ku 1 cent ta ngrinë. Jo, cave i besojmë, cave jo, po i diktojmë neve, mos ki merak. Edhe bashkëmoshatarët e saj e shohin internetin si një port për komunikimin me të afërmit, por edhe për argëtim. Vëllon në çap, për njerëzit që kam jashtë. Vetëm me kalamajt. Kush më merr i përgjigjem, ja hap telefonin dhe kaq, më shumë nuk di. Fëmijët për t'i marrë telefon dhe asgjë tjetër. YouTube-en, zakonisht portalet. Eksperti i IT-s Said Dulevic paralajmëron se të moshuarit mund të byhen pre e mashtrimeve në internet më lehtë se grup moshat e reja. Rreziqet kryesore janë për sa i përket hakerimit të dhënave, klikimi i linkjeve phishing apo rënia pre e atyre mesazheve apo promocioneve fake që të moshuarit shpesh mendojnë se i ra fati në derë. Ai shton se të moshuarit kanë më pak mundësi për të verifikuar informacionet dhe shpesh nuk i përdorin mjetet për të kontrolluar nëse një lajm apo informacion është i vërtet apo i sajuar. Nuk mendoj që të moshuarit bëjnë këtë, le të themi, saksimin e fakteve për të kontrolluar në internet, në ChatGPT, në Google dhe me radhë, që të kuptojnë që ajo që u transmetua në video ose në foto është e vërtet. Referuar një raporti të fundit të Instat, përqindja e të moshuarve që përdorin rrjete sociale është e lartë. Konkretisht, 75.6% e grup moshës 55-64 vjeç i ka përdorur rrjete sociale gjatë 3 muajve të fundit. Vetëm 12.9% e tyre nuk e kanë përdorur kurrë, ndërsa për grup moshën 65-74 vjeç, përdorimi bie në 61.8%, ndërsa ata që nuk kanë përdorur kurrë rritet në 24.4%.